Besimtarë të shumtë katolik nga qyteti i Lushnjës dhe zonat përreth morën pjesë në meshën e shenjtë të Pashkëve e zhvilluar në kishën e shenjtorëve Pali dhe Pjetri. Në këtë ditë të rëndësishme për besimtarët katolik, meshën tradicionale e drejtuan famultarët e kishës Don Marku dhe Don Gjoni, të cilët përcollën mesazhe besimi, paqeje dhe shprese përmes lutjeve të kësaj feste të shenjtë. Në orën 10 në ambientet e kishës ishte e pranishme dhe kryebashkiakja e Lushnjës Eriselda Sefa, e shoqëruar nga deputetët e qytetit, Asferar Haxhiu, Kiduina Zaka dhe Elton Koreshi, si dhe nga kryetari i Këshillit Bashkiak Yrjet Dima dhe nënkryetaria Maldrita Bardo. Në përfundim të meshës, kryebashkiakja Sefa dhe përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe qendror përcollën urimet e tyre për besimtarët, duke theksuar rëndësinë e kësaj dite si një festë e besimit, dashurisë dhe mirësisë. Gëzuar Pashkët ishte mesazhi i përbashkët për të gjithë besimtarët katolik në këtë ditë të shenjtë. Ditë të shenjtë feste, dua të përcjell urimet më të përzemërta për besimtarët katolik, gëzuar kjo festë, e cila sjell mesazhin e shpresës, dashurisë dhe harmonisë për jetën. Festa e ringjalljes le të jetë një motivim për të forcuar sa më shumë solidaritetin dhe mirëkuptimin me njëri tjetrin. Dua të uroj të gjithë të krishterët, por gjithashtu edhe të gjithë qytetarët e Lushnjës sa më shumë paqe, begati dhe harmoni të kenë në familjet e tyre. Gëzuar gjithë qytetarëve të Lushnjës. Të gjithë besimtarët katolik, gëzuar Pashkën, paqja, begatia dhe mirësia mbi të trofë në familjet e tyre, gëzuar Pashkën për shumë vjet. Uroj të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkën. Kjo festë e shenjtë na rikujton edhe një herë fuqinë e ringjalljes, të besimit dhe të shpresës se pas çdo vështirësie vjen një fillim i bukur. Paqja dhe bekimi i Zotit mbi zotëroft në zemrat dhe gjithë familjet tuaja. Pas vizita vjoj në kishën ungjillore Rruga e Paqes, ku të pranishmit u pritën nga pastori i kësaj kishe Albert Dosti. Gjatë takimit u përcollën urime për këtë ditë të shenjtë, duke theksuar mesazhet e mirësisë, besimit dhe përkushtimit ndaj Zotit. Pas përfundimit të ceremonisë, pastori Dosti tha mesazhin e tij për besimtarët e krishterë, duke uruar paqe, shpresë dhe dashuri në këtë festë të Pashkëve. Në ditën e veçantë, në ditën e ringjalljes së Krishtit, Zotit ton, vim pas një jave të shenjtë, ku kemi përjetuar kohën e Jezusit me dishepujt, mësimet që ai dha, edhe momenti kur të premten e madhe kur Jezusi vajti në kryq, edhe mesazhi ishte shumë i qartë. Ai vajti për të marrë mëkatet e njerëzimit, mëkatet tona. Edhe vdiq në kryq. E momenti i fundit, fjala e fundit e tij ishte u krye. Misioni i Zotit për mbajtjen e mëkateve, për shlyerjen e mëkateve tona, për mëdhenjen e faljen tonë përfundoi. Edhe sot jemi në ditën e ringjalljes së tij. Perëndia kishte premtuar që nuk do ta lindte në varr, por do ta ringjallte. Edhe sot është shpresa e ringjalljes. Ne mund të shikojmë dashurinë e tij, atë që tha ai e bëri, edhe shpresa për të ecur një jetë të re, një jetë të transformuar në fjalën e Perëndisë dhe në mesazhin që fjala jep. Prandaj mund të themi sot gëzuar ditën e ringjalljes, ose gëzuar Pashkën siç i themi në mënyrë tradicionale. Zoti ju bekoft, edhe le të vazhdojmë të ecim së bashku në këtë rrugë të drejtë.